Si nën e re, ecja me djalin tim nëpër qytet është pothuajse një sport olimpik. Shpesh ndjej që po bëj garë me pengesa. Trotuaret ose mungojnë, ose janë të prishura, ose janë të zëna nga veturat. Vetëm 20% e rrugëve të Prishtinës kanë trotuare. Pasojat e kësaj keqeverisje po i shohim çdo ditë. I shohim fëmijët që rriten mes frikës e jo mes lojës. Shohim gra e vajza që hezitojnë të ecin vetëm gjatë natës, të moshuar që izolohen në shtëpi sepse nuk kanë ku të dalin prej qenëve ndacak. Fatkeqësisht, kjo është Prishtina në të cilën po jetojmë aktualisht. Prishtina nuk do të jetë qytet ku errësira bëhet fytyrë e rrugëve tona. Do të sigurojmë që gratë dhe vajzat që përbëjnë gjysmën e popullsisë, fëmijët dhe të moshuarit, ata që janë më të ekspozuarit ndaj kësaj gjendje, do të ndjehen të mbrojtur dhe të jenë të lirë që të jenë pjesë e jetës komunitare si ditën ashtu edhe natën. Së pari do ta ndriçojmë Prishtinën. 1000 rrugë të reja do të pajisin me ndriçim, do të vendosim siguri të organizuar nëpër shkolla. 200 oficerë të trajnuar të sigurisë do të jenë çdo ditë në terren pranë shkollave, aty ku qytetarët kanë kërkuar më së shumti. Prishtina ka humbur shumë kohë duke u përballur me improvizime dhe premtime të zbrazta. Sot kemi nevojë për punë konkrete, për një plan të zbatueshëm dhe për një ekip që desi ta çojë qytetin përpara.